16 prokuria zakonisht imobilizon 100 prokuror edhe staf mbështets ditën e zgjedhjeve. Po na po del se problemi nuk e kemi ditën e zgjedhjeve, se ditën e zgjedhjeve mundën me kanë disa incidente të izoluara, me çu dikush me çky 2 vota, e më çu prokuria, me thonë ai ngritëm me këtë akuzë kur rekorde, na njëri frustruar, gjë që se ndëmton kur gjë kredibilitetin e zgjedhjeve. Problemin më të madh e kemi te numërimi, që vepra penale, falsifikim rezultateve votimit. A është në grafik dikun një, që me i thonë, alamet deklarate që po është sot e mirë është që e kemi orë për në studion ashtë na mundët. Që thot? Me dyshuara për manipulim vota Shprizren e ka mohuar veprën e marrjes së rishfetit, duke thënë se i pandehur i pa pëlqimin e saj ja ka futur 50 euro në gjep. Ta fut njëri dorën në gjep, tje 50 euro në gjep. Mos provozot. Një përpjekje... Që po supozojmë që i avokati që soj, qyshe maron strategjinë mbrojtëse? Jo, një kësha thonë kësaj, mos falë amonit koftë. Se nëse vërtet ka ndodhë, kje ka krye dhe një vepër penale, se dohet me lajmëru, mos lajmërim i veprës penale. Nëse vërtet dikush me dhunja pas ka fut 50 euro në gjep, ajo dasht me shku në polici edhe me lajmëru. Po në fakt kjo është një përpjekje e dëshpruar dhe jo profesionale për të nxjerrë nga situata. Në gazetarinë të provojnë gjithë shka veç pare me zërë, s'na ka shtine për gjepa kusha. Ona e avokat sigurisht. Pare me zërë në për gjepa s'na ka shtine kush gazetaria, gjithë shka na ka provojnë. Shpesh nuk na ngojni, dhe thënë drejten, pala menon që e ka një verzion më të mirë dhe mendon që ti nuk jetë e uzu si do të dhe ata i grajnë me të veten. Po mendoj që... Këta janë të shkun, ta kanë më shkun në burg, edhe realisht një pjesë të një janë në burg, po çka ka më ndodhë me ata kandidat edhe me ata deputet të mundshëm që mujnë me kanë të përzim në vjedhjen e votave, sepse do të jemi kujdesshëm pa këtu, pa u vërtetu që në një mënyrë ose në një tjetër një kandidat ka qenë i involvuar në vjedhjen e votave, na nuk mujna me... Nësë më thëmë që deputet kanë vjedh vota. Po nëse vërtetohet që një kandidat ka qenë i përzim në vjedhjen e vetëm një votet të vetme, apo mira votave, atëherë pa diskutim unë mendoj që ai nuk duhet të certifikohet si deputet. Ose po dalim një tim që një me kena diskutu krejt javën, po nuk ka drejtësi nëse nuk gjinden ose nuk arrestohen edhe nuk vuhen para përgjegjësisë ata që i kanë porosit. Qoftë kandidat, qoftë shtabet e tyre zgjedhore, se në nuk të quj detyrimisht kandidat. Sepse ndodhë që kandidat, ndoshta edhe se kanë ditë, ata njerë që i rrethojnë, thonë, ti ku mba 50 vota që t'jen 100 që t'jen, bës tani në ty mira për shkanë. Edhe KQZ-ja i ka fajt, edhe KQZ-ja. KQZ-ja ka shumë faj, ata kredit mishtim burg. KQZ-ja i ka shumë faj, po një pjesë do të mja njoft me ritat, sepse ke vetë-vetiv që pat aftësin për mi vetë korrigju edhe mi përmirësu gabimet që janë bëndë, edhe kjo që adull ka dalë në saje të punës e vetë KQZ-s, pra nuk ishin mediat që raportun, nuk ishin